Gjëja që më kanë thënë mos shumë TikTok është kemi pa shumë të lumtur, kemi pa shumë buzëqeshur. Këtë buzëqeshjen e kam falë The Clinic. Ngjyra e dhëmbe ishte një ngjyrë më errët se të tjerët, pra nuk ishte ajo ngjyra e bardhë, vezulluese, e bukur, ishte në tonalitetet e të verdhës. Kjo është një problematikë që në shtatzani, ku IMM e ka pasur një problem dhe gjatë shtrimit të saj, normalisht marrja antibiotikëve, një mjek i gabuar solli këtë ndryshimin që pasoi pra te unë. Shoqja ime u beson buzëqesh The Clinic dhe rezultati që pashte ajo më pëlqeu dhe më bindi, më dha të sigurinë që unë duhet të shkoja dhe të bëj një konsultë dhe të shija se çfarë do më sugjeronin. Momenti i parë ka qenë shumë mirë, staf shumë i mikpritur, shumë buzëqeshur, të komunikueshëm, ajo ideja që janë për ty aty, e ke atë sigurinë që në hapat e parë që do të jetë ajo buzëqeshja që ti don. Momenti final është ndjesi tjetër, që me qasjen e parë që ti ke të vendosur, ke dalë duken shumë bukur. Tani e 100% e lirë për të buzëqesh. Gjëja që më kanë thënë mos shumë kemi pa shumë të lumtur këtë kohë, kemi pa shumë buzëqeshur. Këtë buzëqeshjen e kam falë The Clinic edhe jam shumë e lumtur, edhe është ai reagimi që okej, që nga shumë bukur. Na e sugjeroi edhe ne. Pjesa që do thoya tjetër është falënderimi për gjithë stafin e klinikës, për mikpritjen, për sugjerimet ndaj gjithëve, për punën e palodhur. Janë normalisht edhe shumë të mirë në çdo gjë që japin.